E para çka është abdesi? Abdesi është at-ta'abbudu lillahi bit-tathhir al-a'dha' al-arba' ala sifatin makhsusa. Adhurimi i Allahut, të adhuruarit të Allahut, duke i pastruar 4 gjymtyre të trupit në formë të caktuar. Bi sifatin makhsusa, pra në formë të caktuar. 4 gjymtyre të trupit. Pastaj përmend disa dobi Sheikhul Uthaymin rahimullah, disa dobi të abdesit, dhe thot wal wudu'u min afdalil a'mal. Abdesi është nga veprat më të dashura të Allahut. Walahu fawaidu kathiratun minha, dhe ka shumë dobi abdesi. E para, gjatë dimrit dhe gjatë kohës kur është njeriu në të ftohtë, sigurisht se përballet më me vështirësi. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzuar besimtarin i cili merr abdes dhe ka thënë, pra i ka përgëzuar që do t'ju shlyen mëkatet çdo pjesë, çdo pikë ujit, pra gjatë abdesit pastrohet njeriu nga gjunat, isbaghul wudu' ala al-makarih, i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata të cilët marrin abdes gjatë periudhës kur ndjejnë vështirësi, o kathratul khuta ila al-masajid, hapa të shumë që shkojnë në xhami, o intidharu salati ba'da salat, dhe me prit namazin deri namazin e tjetër. Po ashtu, për dobive të hadithit është ka ardhur në argumente që njeriu pastrohet nga gjunat, përveç pastërtisë trupore që ka evitimin e gjërave të ndyta, apo ka gjëra që nuk janë të papastërta, mirë po nuk futen në atë kategorinë që njeriu duhet, pra mund të jenë i pluhrosur, mund të ketë ndjersitje, mund të ketë gjithë ato, njeriu duhet me qenë i pastër, njeriu duhet me qenë sa më i pastër. Sepse jo çdo pjesë që është e papastër ligjërisht, njeriu nuk duhet pra ta neglizhojë këtë çështje. Andaj abdesi e pastron trupin, mirë po njëkohësisht e pastron njeriu edhe prej gjunaheve. Për dobive të të abdesit është, ne pasojmë sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po ashtu e përfillim urnin e Allahut, ku Allahu thotë që keni besuar, kur të ngriteni për namaz, pra faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, pra lani fytyrat juaj dhe duart e juaja. Dhe nga dobit e këtij hadithi është, nga dobit e abdesit është se abdesi huwa khas bi hadhihi al-umma, nga veçoritë që i ka abdesi për ummetin e Muhamedit alayhis salatu wassalam, annahum yud'auna yawm al-qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu. Në ditën e gjykimit, ummeti Muhamedit alayhis salatu wassalam do të dallohet me diçka që nga ummetet e tjera. Me çfarë dallohen? Ghurran muhajjalin. Çka do të thonë ghurran muhajjalin? Në ditën e gjykimit, ghurr, fytyra ka me pas një dritë e muslimanit që ka marrë abdes, pra i që ka qenë i umetit Muhamedit alayhis salatu wassalam. Dhe muhajjalin në dur edhe në këmbë që kemi marrë abdes, do të ketë nur, do të ketë dritë. Pra shifet njeriu duke ecë, edhe ka një pra sikur një shenjë barë që dallohet te një kafshë e bukur që e veçon, ashtu do të thonë ghurrën, pra ka zbukurim njeriu, zbukurim, dritë, nur në ditën e gjykimit. Dhe kjo është prej gjërave të bukura që do ta ketë besimtari në ditën e gjykimit.